Avokati i popullit Naim Qelaj ka shprehur shqetësim lidhur me trajtimin e ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në dhomat e specializuara në Hag. Pas vizitës që i bëri Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Në një konferencë për media, Qelaj tha se gjithë vizita dhe komunikimi me të paraburgosurit është zhvilluar nën monitorim të plot, duke e cilësuar këtë si shkelje të së drejtës për qasje të papenguar në përmbushjen e mandatit të institucionit të avokatit të popullit. Vizita dhe komunikimi me këta persona kanë qenë nën monitorim të plot, në pamundësi me marrëshënime dhe në kushte që konsideroj që të cënojnë në rënd pavarësinë dhe të drejtën që ka avokati i popullit. Qelaj po ashtu tha se brenda gjykatës speciale ka mungesë të llogaridhënies dhe transparencës, ndërsa vërejti kufizime të pacaktuara në vizitat familjare dhe të drejtat e të paraburgosurve. Kemi vërejtë edhe kufizime të drejtave të paraburgosurve brenda hapësirave të burgut, si në kohën ose orarin e kontaktimeve dhe vizitave familjare, ashtu edhe në monitorimin e plot të këtyre vizitave, duke cënuar parimin e privatësisë dhe jetës familjare. Ai njoftoi se këto shqetësime do t'i adresoj para gjykatës dhe mekanizmave ndërkombëtar. Ka qenë hera e parë që unë detyrohem me zhvillu një bisedë me një person i cili ndodhet privuar nga liria në një formë të tillë që kësaj është kundërshtim me gjitha rregullat që Këshilli i Evropës. Qelaj tha se në Hag nuk e ka takuar kryetaren e gjykatës speciale Ekaterina Trindafilovën, pasi e njëjta kërkoi që bisedën ta zhvillojë në platformën Zoom.